Ka kaluar thuajse një vit nga miratimi i paketës së maleve, një iniciativë që synon të kthejë kapitalin e diasporës dhe të tërheqë investime në zonat malore shqiptare. Megjithatë, deri më tani bilanci i kësaj nisme ka mbetur në letër, ndërkohë që bashkitë po ecin me ritme të ngadalta në shpalljen e zonave prioritare për zhvillim, duke lënë të pakënaqur qeverinë, që ka vënë si kusht 1000 investime të synuara. Aktualisht vetëm 13 bashki kanë shpallur zonat me përparësi. Në vitin 2024, qeveria nisi të promovonte paketën e maleve, një nisëm që kishte për qëllim jo vetëm rikthimin e vëmendjes tek zonat rurale, por dhe nxitjen e rikthimit të emigrantëve dhe investimeve të tyre. I nxitur nga kulmi i emigrimit të lartë, qeveria krijoi mundësinë që shqiptarët jashtë dheut të investonin kursimet e tyre dhe të kontribonin në zhvillimin e vendit. Megjithatë, pas një viti shumë nga pritshmëritë kanë dështuar të materializohen. Procesi i krijimit të kuadrit ligjor, i cili parashikonte masat nxitse për investitorët, u finalizua në fillim të vitit kaluar, por bashkitë ende nuk kanë shpallur të gjitha zonat prioritare. Për këtë ngadalësi, kryeministri ka kritikuar ashpër ecurinë dhe ka paralajmëruar se për kryebashkiakët që nuk do të finalizojnë investimet, rikandidimi për zgjedhjet e ardhshme do të jetë i pamundur. Vitin e kaluar janë regjistruar rreth 4800 shprehje interesi, ndërsa pas analizës në 4 bashki janë identifikuar 80 shprehje interesi konkrete, të cilat mund të kalojnë në aplikime formale. Një nga elementet më tërheqës të paketës së maleve janë përfitimet fiskale që do të ofrohen. Ata që do të përfitojnë pronësinë e tokës në zonat prioritare do të kenë përjashtime nga disa taksa për një periudhë 10 vjeçare, përfshirë taksën e ndikimit në infrastrukturë, taksën e pasurive të paluajtshme, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe mbi të ardhurat. Për investitorët e parë 500 të tillë, kjo paketë ofron një stimul fiskal. Nëse kërkesat janë më të shumta se 500, do të jepet përparësi atyre që paraqiten më herët. Qytetarët që nuk kanë dokumente pronësie mbi tokën, por që kanë më shumë se 10 vite që e shfrytëzojnë apo posedojnë atë, mund të përfitojnë nga mundësitë e ofruara nga kjo paketë. Një vit pas miratimit të paketës së maleve, ndonse ka patur disa shprehje interesi dhe përfitime për investitorët e parë, shumë nga fazat kryesore të procesit kanë mbetur në pritje. Dështimi i bashkive për të shpallur zonat prioritare ka ndikuar negativisht në realizimin e qëllimeve të paketës. E ardhmja e kësaj nisme do të varet nga ecuria e shpejtë e këtij procesi dhe përmbushja e objektivit 1000 investime në vitet në vijim.